Aksidentet rrugore shkaktojnë një numër të madh viktimash në vendin tonë. 315 persona humbin jetën çdo vit, ndërkohë që po kaq mbeten të lënduar si pasojë e aksidenteve. Mungesa e sinjalistikës në rrugë, mosbatimi i kodit rrugor apo dhe mungesa e investimeve bën shkak për aksidente. Sipas specialistëve të Institutit të Shërbimit Publik, 30 deri në 40% të viktimeve janë kryesisht këmbësor. Jemi në hapje në rrugëve të reja, akseve të reja, lëvizjen e kërkojmë ta bëjmë më të shpejtë. Prandaj kërkohet me insistim që të bëhet nga gjithë strukturat të bëjnë punën e tyre, duke filluar që nga ata që projektojnë, ndërtojnë rrugën e deri tek ne që me edukimin e njerëzve, në mënyrë që edhe ata të kenë sjellje të përshtatshme në trafik gjatë lëvizjeve. Në aspektin e penalizimit atyre që shkelin kodin rrugor. E theksoj edhe një herë, kemi thënë edhe herë të tjera, penalizimi duhet të jetë i fortë, i rrept, pasi edhe ajo është pjesë e edukimit të njerëzve. Përfaqësues të shoqatës në ndihmë të aksidentuarve bëjnë apel për rritjen e kujdesit për të shmangur shkaqet që prodhojnë aksidentet. Kreu i shoqatës Gëzim Hoxha shprehet se vendi ynë shënon numrin më të lartë të aksidenteve në rajonin e Ballkanit. Ne kemi shifrën 3-4 deri në 5 herë më të lartë në krahasim me rajonin. Mund merrim si shembull Maqedoninë, që ka pothuajse çerekun e shifrës tonë. Pra ne jemi në një situatë fare të pafavorshme, jo vetëm kaq që humbasin jetën ka shumë njerëz, por ka dhe shumë të tjerë që ngelen të paralizuar në shtrat. Në dekadat e fundit kanë ndodhur mbi 14.000 aksidente rrugore, të cilat kanë viktimizuar 6.000 persona dhe kanë lënduar 7.000 të tjerë. Rreth 40% e aksidenteve shkaktohen nga drejtues me stazh 0.5 vjet. Këto të dhëna u bën publike në ditën e përkujtimit të viktimeve të trafikut. Instituti i Shëndetit Publik dhe Autoriteti Shëndetësor Rajonal zhvilluan një aktivitet sensibilizues për parandalimin e aksidenteve. Nxënës nga shkolla të ndryshme të Tiranës përçuan mesazhe sensibilizuese.